Edhe 2 ditë mbeten në dispozicion që banorët e Gosivarit, Vrapçishtit, Qendër Zhupës dhe Mavrov Rostush të kontrollojnë listën zgjedhore. Shqyrtimi publik I listës mbyllet më 10 dhjetor në mesnat. Pak ditë kanë në dispozicion edhe partitë politike që të vendosin për kandidatët e tyre për këto 4 komuna. Listat e kandidatëve dorëzohen më vonë deri më 11 dhjetor në ora 24, 30 ditë para ditës së zgjedhjeve. Zgjedhjet lokale do të përsëriten me 11 janar në 4 komunat, ku nuk u arrit censusi I daljes prej të paktën 1/3 së votuesve më 19 tetor. Kodi zgjedhor parashikon që në përsëritjen e zgjedhjeve nuk vlen kushti I censusit. Zgjedhjet e përsëritura mbahen jo më vonë se 60 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare. Me që rast nuk zbatohet kushti në lidhje me pjesëmarrjen e 1/3 së numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në listën zgjedhore për komunën përkatëse. Thuhet në kodin zgjedhor neni 132A. Partitë politike nuk I kanë zyrtarizuar akoma kandidaturat për këto komuna. Në Gosivar dhe në Vrapçisht pritet të përballen Vlenë dhe AKI. Zgjedhjet për kryetar komune do të përsëriten edhe në Mavrov Rostush, ku më 19 tetor u përballen 2 partitë maqedonase, VMRO-DPMNE dhe LSDM, si dhe në Qendër Zhupë, ku më 19 tetor u përballen Partia Demokratike e Turqve, Partia për Lëvizjen e Turqve dhe Lëvizja për Bashkim Nacional të Turqve. Fushata zgjedhore do të fillojë më 22 dhjetor dhe do të zgjas deri më 9 janar.